Çfarë ndodh kur një nxënës nga Kosova garon përballë më të mirëve në botë? A mjafton veç talenti apo duhet diçka më tepër se kaq? Sot do të flasim për talentin, për përkushtimin dhe për fuqinë që ka ekspozimi ndërkombëtar në formësimin e të rinjve. Do të ndalemi tek përvoja e disa nxënësve nga Kosova, të cilët morën pjesë në Olimpiadën e Shkencave në Orlando të SBA-s, që u mbajt nga 10 deri më 15 janar. Në mesin e 300 nxënësve që vinin nga 30 vende të ndryshme të botës, nxënësit kosovar nga klasa e 3 deri në 12 fituan gjithsej 16 medalje. Në episodin e sotëm të podcastit 5 pyetje do dalim përtej konceptit të 5 pyetjeve kryesore për të kuptuar më shumë rreth kësaj eksperiencë të tyre në SBA. E ftuar është Merita Iliçkaj, koordinatore e nxënësve në këto olimpiada dhe drejtuese e Kosova Global Talent Center, dhe po ashtu nxënësi Adri Vila, që është njëri nga nxënësit kosovar që ka fituar 2 medalje të arta. Përshëndetje dhe mirëseardhët në podcastin tonë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, zonja Merita, të nisim me juve. Merit e kujt është gjithë ky rezultat i nxënësve kosovar në Olimpiadën në SBA? Po, fillimisht faleminderit edhe një herë për mundësinë. Nxënësit në kosovar çdo vit po na befastojnë me përgatitjet e rezultatin e tyre. Domethënë tash është viti i 3 që na po udhtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes Olimpiadës Neo Science, e cila është një olimpiadë shkencore që përfshin disa kategori garuese, matematik, shkencë dhe teknologji. Nxënësit nga Kosova po çdo vit e më tepër po tregojnë aftësitë e tyre, edhe fillimisht po besoj që merit kryesore është e mësuesave që i përgatisin këta fëmijë të shkollat e tyre përkatëse, ku ata po i vejojnë mësimet, po ashtu edhe aktivitetet ekstrakurrikulare, se tash secili fëmijë ka mundësi, domethënë, me ndjekë diçka ekstra shkollës ku ai e ndjek mësimet e rregullta. Por ndoshta merita kryesore është e vetë nxënësit, i cili është i përkushtuar edhe don me mbri më shumë se sa që pritet prej tij në mësimin e rregullt. Mirpo, një merit e përbashkët edhe shkollave në Kosovë, por edhe në këtë rast e qendrave, sikurse ju që i përgatisni për këtë olimpiadë. Po, qendra jonë në profilin e saj ka, domethënë, aktivitetet ekstra kurrikulës shkollore, dhe ne ju japim mundësi nxënësve nga Kosova që të tregojnë aftësitë e tyre në fusha të caktuara, të cilat nuk janë të përfshira ekskluzivisht te shkollat e rregullta. Kështu që qendra jonë, domethënë, i kemi përveç mundësive që ju japim nxënësve me marrë pjesë në gara ndërkombëtare, ju ofrojmë edhe programe përgatitore që ata me qenë të përgatitur në bazë të materialit që ofron secila olimpiadë. Na përshkruajmë pak, zonja Iliçkaj, si ishte gjithë përvoja me këta nxënës triumfues në Olimpiadën e Shkencave në SBA? Fillimisht ajo sfida kryesore është udhëtimi, se siç dihet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kalojmë në një kontinent tjetër, edhe është, përveç që është privilegj me shku me fëmijët nga Kosova, është edhe një përgjegjësi që na po e marrëm mbi supet tona, se është një rrugë bukur e gjatë, edhe shumica nga fëmijët udhtojnë pa prend. Domethënë është sfida kryesore në fillim është kjo, por pastaj duke e parë atë entuziazmin e tyre që po udhtojnë në një vend shumë të largët, por aktivitetet dhe mënyra e organizimit të olimpiadës është, domethënë, aq perfekte sa fëmijët po entuziazmohen shumë, edhe ka ndodhur shumë shpesh që thonë po rrim, domethënë, na po pemi fare, edhe po vazhdojmë këto jetën dhe studimet, kështu që është një mundësi e jashtëzakonshme për ta. Ndërkaq, Adri, ju jeni nxënës i klasës së 9 në një shkollë fillore në Lipjan dhe u kthyet nga Amerika me këto 2 medalje që i keni tashmë të varura, një në biologji dhe një në fushën e kodimit. Si e ndje kur ke kuptuar që emri yt është për vendin e parë të fitores në këto dy fusha? Normalisht ishte një krenari për të qenë në vendin e parë në biologji, por edhe gjithashtu ishte krenari për të shpallur medalje ore në programim. Gjithashtu edhe kam pasur emocione të shumta që kam nisur edhe pak për të qojtur, por në generalisht jam ditur shumë të kënaqur me rezultatin që kam dalë në SBA Orlando. Keni qajt kur kuptuat se jeni fitues, nuk e besuat? Nuk e kam besuar njëherë, por tani dola në skenë dhe qita flamurin e shtetit tem.
Qysh ishte kjo ndjenja që të prezantosh flamurin e Kosovës si një i ri nga Kosova dhe me këto 2 medalje? Normalisht, për të vendosur flamurin të në një skenë ndërkombëtare është një gjë shumë e madhe. Normalisht kam pasur ndonjë edhe patriotike, por edhe gjithashtu kam pasur edhe krenari që kam mujt me reprezentu shtetin në një mënyrë kaq të mirë. Çfarë t'la më shumë ti përshtypje nga kjo përvojë në Amerikë? Nga këto ditë që sa qëndrua derisa zgjatja Olimpiade? Së shumti, që më ka mu personalisht është hospitaliteti e njerëzve, sidomos edhe organizatorët e Olimpiadës na kanë trajtuar me shumë respekt dhe vetëm nuk na kanë shkaktuar që ndjehemi të keq ose gjëra kështu. Por gjithashtu më ka pëlqyer shumë arkitektura e qytetit dhe gjithashtu më ka lënë shumë përshtypja raketa që e kena po në NASA. Pra ke pa diçka nga shkenca më afër, cilën nga Kosova ke mund veç ta lexosh ose ta shohsh në ekran në televizor. E ke pa gjërat nga afër, pra, që në Kosovë nuk e mbri me i pa. Me po NASA është një privilegj shumë të madhe, sepse NASA Kennedy Space Center është diçka që është shumë e madhe për të parë në jetën tënë, por edhe gjithashtu edhe që kena pa një raketë duke shkuar në qiell, është një gjë që mundesh me pa vetëm një herë në jetë. Dhe kena pas mundësinë me organizimin e pak grupit me Elon Muskin. Shumë mirë, nga kjo përvojë, Adri, çka kishte diçka në SBA, në Amerikë, tek pjesa ndoshta edhe e mësimit, edhe e eksperiencës me këtë fushën e biologjisë e kodimit, që ti do doje ta kishe në Kosovë, ose ta kishte edhe shkolla jote në Kosovë, ose vendi ku jeton? Generalisht testet e kam pas provoj me këto teste në Kosovë. Shumë arkitektura ose vetëm si ishte qyteti më ka lënë shumë përshtypje dhe unë si kisha dëshiruar që pak Kosova më mor inspirim nga arkitektura dhe na sham ndryshu pak si mësojnë në shkolla të ndryshme. Mësojmë siç mësojnë në shkollat e Amerikës, a? Po. Çka dallën? Çush mësojnë ata që s'është në Kosovë? Fatkeqësisht në Kosovë, sidomos në shkollën time, më shumë na lexojnë se sa më bu gjëra praktike. Në Amerikë kemi më shumë teori se praktikë. Po, kurse në Amerikë ka më shumë praktikë se teori dhe me praktikë ka më shumë rezultate. Shumë mirë. Do të shohim nëse ndonjëherë Kosova do të marrë këto mësime nga Amerika. Zonja Aliçkaj, çfarë keni vrejë, ndoshta edhe ju si drejtuese, si udhëhecë e këtij grupit nxënësve, tek nxënësit e tjerë, ndoshta ndonjë dallim mes nxënësve të Kosovës dhe atyre që vinin nga vendet e tjera në të njëjtën garë? Me thënë drejtën nuk kemi vrejt ndoshta asnjë dallim, për shkak ndoshta edhe periudha që ne po kalojmë është një periudhë e globalizmit, edhe nxënësit po janë në përgjithësi po janë të njëjtë, ndoshta informacionet që këta marrin nga teknologjia dhe interneti po i bashkojnë në farë forme me gjithë fëmijët nga vendet e ndryshme të botës, kështu që nuk është vrejt në një ndryshim i madh. Është mundësia që tani fëmijët nga Kosova përveç mësimeve që i përmenda më herët që i marrin në shkollat e tyre përkatëse e kanë mundësinë me marrë informacion nga interneti dhe posaçërisht edhe Adri që këtu është prezent unë kam vrejt që informacionet e tij nuk i ka marrë vetëm nga shkolla, po ka hulumtuar shumë, ka marrë shumë, kanë dëgjuar. Do thotë interneti dhe teknologjia ka bërë që sot gjithë fëmijët e botës barabartë ti kanë çastjet në një barabartë. Domethënë ka marrë shumë informacione nga interneti, ka shikuar dokumentare të caktuara në fushat e ndryshme, edhe pastaj domethënë këta në farë forme ishin shumë të barabartë me të tjerë, ndoshta edhe në disa fusha kemi qenë edhe më të mirë. Që e ka treguar rezultatin me medalje të arta që medalje dhe është ajo best of the best, është arritjet më të larta, domethënë në këtë kategori kemi pas vend parë, vend dytë dhe vend tretë. Për juve si udhëhecë e Global Kosovo Talent Center, pra organizatës juaj, çfarë bëni, si përzgjidhni nxënësit ndoshta nga e gjithë Kosova që të marrin pjesë në këto gara, ose çfarë kriterësh përdoren kur caktohet që cilë nxënës mund të përfaqësojnë Kosovën në këto gara? Qendra joni kemi të caktuar koordinatorët në qytetet e ndryshme të Kosovës, i kemi qendrat ku na bashkëpunojmë me ta dhe bëjnë organizimin e grupeve të nxënësve për gjithë Kosovën, por përzgjedhja domethënë bëhet nga ana e Olimpiadës. Të drejtë pjesëmarrje kanë të gjithë fëmijët, pastaj të gjithë nxënësit domethënë nga klasa e 3 deri te klasa e 12 edhe realizohen fazat kualifikuese brenda Kosovës. Pra ka një vlerësim. Ka një vlerësim që bëhet vlerësim nga ana e organizatorit. Domethënë ne e bëjmë atë përgatitjen teknike, i ofrojmë objektin e qendrës tonë për testim,
por vlerësimi edhe monitorimi bëhet edhe online përmes organizatorëve, domethënë përmes platformave përkatëse që ata i ofrojnë. Sa është e rëndësishme për një nxënës të Kosovës të ekspozohet ndërkombëtarisht në gara të tilla, ndoshta të shoh bashkëmoshatar nga e gjithë bota, të mirret me të tjerët, të i shkëmbej njohuritë. Cili është ndoshta ndikimi i këtij ekspozimi ndërkombëtar? Ndikimi është shumë i madh në këtë përshtypje e marrëm edhe nga ana e prindërve si një farë feedbacku që ata na ofrojnë pasi të kthehemi nga një udhëtim i caktuar, domethënë që shumë shpesh ka ndodhur prindit kanë thënë që ky udhëtim ja ka ndryshuar jetën, domethënë fëmijës tim për shkak të eksperiencës që ai ka përjetuar, ndoshta edhe udhëtimi pa praninë e prindërve është një eksperiencë e veçantë sepse fëmijët janë ata që dojnë me pas vetbesim edhe me besu dikush në ta që ata ja dalin domethënë edhe vetë, përveç anës akademike dhe përfitimit që këta kanë për njohuritë e tyre, këta po e hapin një horizont të ri edhe të pavarësimit, domethënë që me udhëtu dikon edhe me qenë të gatshëm që me përfaqësu domethënë edhe shtetin, familjet, po edhe veten domethënë në një arenë ndërkombëtare ku edhe suksesi nuk po mungon. E qartë. Për ju Adri, ka diçka ndryshe që ty të mëson përgatitesh qoftë në biologji, qoftë në kodim tek kjo qendra Global Kosova Talent Center që ndoshta nuk mrin në shkollë? E përmenda si më herët, po në website-in e cila ku mujna me po se çka me ushtru, se cilat tema na bin, sidomos aty ka linka se si me bu praktik. E përmenda më herët, por në Kosovë ka më shumë teori se sa në praktik. Unë duke provuar Në qendër ju ndihmojnë të bëni më shumë praktik në këto fusha, se sa veç teori. Po. Dhe kjo është që se bën shkolla ende? Jo, sidomos shkolla jam fatkeqësisht, nuk është vetëm teori dhe shumë pak praktik. Unë si e besoj që kur një nxënës e bën diçka praktik, atëherë kapet informacionin shumë lehtë, gjithashtu edhe e kupton shumë mirë dhe mund edhe me shpjegu vetë. Kurse nëse e kupton vetëm me teoria, atëherë mundet me harru shumë lehtë dhe nuk e kap ose nuk e kupton shumë mirë. Ja keni thënë këtë mësuesve në shkollë që kemi nevojë për këtë mënyrë të mësuarit? Po, fatkeqësisht edhe kjo është thënë disa herë në shkollën tonë, por nuk ka ndru diçka. Nuk ka ndru diçka. Besoj që ka mundru, kam shpresë që të ndruhet kjo, por vetëm do të me pas pritje. Ndërkaq me nxënësit e tjerë në klasë, si është komunikimi juaj? Pasi ju keni një eksperiencë të veçantë për tyre, shkoni tek qendra, aftësoheni më shumë në praktik. U ndihmoni shofëve në klasë për këtë njohuri, çysh e keni komunikimin me ta? Unë personalisht kisha thënë që komunikimin e kisha pas okay. Ka mujt me kona edhe më mirë, por edhe gjithashtu ka mujt me kona edhe shumë më keq. Kam treguar se si unë personalisht kam ushtruar për sinë biologji dhe gjithashtu kam treguar se si kam ushtruar në programim dhe gjithashtu ata më kanë treguar se si kanë ushtruar edhe ata. Besoj që kam ndihmuar edhe gjithashtu në disa rezultata, por gjithsesi besoj që komunikimi jam ka qenë okay. A ndodh ndonjëherë që Adri është ai që del para klasës dhe shpjegon për një temë caktuar në vend të mësuesit? Apo jo? Muj me imagjinu veten ashtu, po me ndodh nuk ka ndodhur ndonjëherë. Sepse ka raste kur mësuesit përdoren edhe fëmijët më të zgjuar, po, për ndoshta për ta bërë orën më atraktive. Për ju, zoja Merita, çka mësuat? Ndoshta edhe si udhëheqëse e kësaj qendre edhe duke pas përvojat me fëmijët, çka mësuat në Shtetet e Bashkuara që ndoshta mund ta sillni si model në Kosovë? Unë e përmenda më herët, tash është viti i 5 që unë po udhtoj bashkë me fëmijët në shtetet e ndryshme të botës. Duk me përmend në vitin 2023 ishim në Francë, në Paris të Francës, domethënë, me fëmijët nga Kosova. Edhe njëra prej pikave të agjendës që e ofronte Olimpiada STEM që ka qenë në atë kohë, ishte një profesor i fizikës pranë Universitetit Parisit dhe dul me mbajt si një lloj ligjërate me fëmijët prezant aty. Edhe komplet ligjërata që ai e ofroi ishte shumë praktike, më pëlqej shumë mendimi i Adrit se veç e ka vrej, domethënë këto që domethënë është një mungesë ndoshta te stafi, edhe pse ndoshta ka përpjekje që kjo të i kalohet ose të vinë risi në kurrikulat edhe plan programet mësimore në Kosovë, domethënë edhe unë mendoj njëjtë që ende nuk është shumë praktik që mësuesi të jetë shumë konkret, domethënë mos të shkoj vetëm nga ana teorike, se na edhe vetë jemi rrit te ajo pjesa që kemi mësuar më shumë mekanikisht, domethënë kemi mësuar një çështje ose një fenomen. Ky mësimi përmend është te i kalu
deri dikon, po prapë se prapë, do më thonë nuk është në nivelet e dëshiruara, dhe më thonë që shë përmana aty në Paris, a i filloj me gjona shumë të vogla, edhe tha gjithmonë, kur unë ju thamë mësuesa ose profesorat të fizikës ose landeve shkencore që duhet me qenë praktik, me njëherë fillojnë me ankesa, na nuk kemi laborator, na nuk kemi kushte, dhe më thonë, a i tha që unë nuk e pranoj, tha se ne, do më thonë, qka aje ka marrë një shkrevz, e ka marrë një balon, ka marrë një shkap, do më thonë, kitë që ato proceset fizike brenda gjysore i spjegoj, edhe pastaj asnjëherë ata fëmijë nuk e kanë harru, do më thonë, atë mënyrë të shpjegorit që ju afroj ai profesorin ka Parisi, kështu që unë mendoj që vetëm është një lloj kreativiteti që duhet me qenë shtesë te ona, do më thonë, te mësimdhënësit në Kosovë, që me pas diçka pak më praktike edhe me u ngulit pastaj te fëmijët, se tashti do më na duhet me pranu që teknologjia përveç anës pozitive ka dhe anë negative, dhe ma nuk është shumë interesant një teme caktuar nëse profesori spjegon dhe nuk është shumë konkret. Po, nëse për gjeneratën tonë prezantimi me PowerPoint ose me projektor ka qenë më interesant, më inovative, për nxënësit e sotëm që janë çdo ditë para teknologjisë nuk është ashtu, pra. Duhet gjenden shembuj të tillë që thoni fiks, do me thonë nxënësit nga Kosova, thash edhe më herët, janë barabart me fëmijë tjerë, edhe informacionin që këta kanë mundësi me marrë në internet, pastaj po e zbe, do me thonë edhe atë interesimin e tyre për ta dëgjuar një temë të caktuar që do të thonë e shpjegon shkolla, po ne mendoj që edhe udhëheqësit e shkollas, edhe mësimdhënësit do të më ndru diçka me u përshtat te ky realitet i ri që do të thonë mos të kalojnë fëmijët një ashtu si lloj rutine në shkollë, po që të gjejnë metoda që ta ndryshojnë këtë mendsinë të mësuarit edhe mësimdhënies edhe mësimdhënies po ashtu. Për gjatë këtyre viteve që merreni me nxënësit për t'u aftësuar njohuritë në fusha caktuara përtej asaj çfarë u mëson shkolla, çfarë ka qenë sfida më e madhe, por që e keni kapërcyer ndoshta nga përvoja? Do të thonë ana teknike ashtu, sfidë të nxënësit nga Kosova ose njëri prej problemeve që na duhet me t'i kalu edhe me zhvillu është edhe tek kjo pjesa e mendimit logjik ose mendimit kritik. Gjitha olimpiadat janë të orientuara në atë mënyrë që do të thonë duhet nxënësit i shtin të mendojnë, do të thonë që të dihet një problem i saktuar çështë të zgjidhet. Do të thonë kjo është pika ndoshta që fëmijët nga Kosova e kanë pak më shumë sfiduese që me zgjidh një problem të caktuar, por viteve të fundit është pa që është e kalu. Tash a është ndikimi ndoshta edhe i shkollës që ka ndryshuar diçka, ose këto mundësitë që fëmijët i kanë përmes internetit, atëherë domethënë është vlen me u vlerësu saktësisht, mirë po, e kemi te kalu në far formë dhe fëmijët tonë tash po janë shumë më të suksesshëm se sa viteve. Pra ka qenë sfidë kjo ta nxjerrësh një fëmijë nga mësimi përmendësh më praktik edhe logjik dhe me mendim kritik. Po. Për juve Adri, çfarë ju kishte thënë ndoshta si fëmijë që keni mri të fitoni këto 2 medalje, keni mri këto njohuri në këto 2 fusha, çfarë ju thu fëmijëve të tjerë që mund të kenë talent në një fushë, por hezitojnë, dyshojnë vete dhe nuk e zhvillojnë më tutje? Po, folja edhe që thashtu edhe për vetit, është kisha thënë që mos me gut veten. Shko në mënyrën që ti mundesh me shku, që nuk duhesh me gut veten. Nëse gut veten, atëherë unë siç mendoj, nuk është hobi, por është vetëm diçka që ti nashta ke ndonjë interes. Ti nuk duhesh me gut hobitë tua. Nëse ke hobi, tani shko në ato, por mos e gut. Çfarë po nuk gëton kur bëllon mos ngut? Mos shkojmë direkt në garë pa u përgatit apo po kisha thënë edhe gjithashtu mos shkon direkt në garë, por edhe nëse ki vetëm kështu pacient ose edhe nëse don vetëm me bën disa gjëra para se me shku në këtë hobi, bëje. Vetëm shko në atë hobi, relaksune dhe mos o gut. A ke pasi hezitime për veten nëse ti mund t'ja dalësh në biologji, nëse ti mund fitosh një garë, a ke pas hezitime në fillim që jo nësë mund të dështoj, a ke pas këto pikpyetje? Normalisht po, edhe gjithashtu edhe në garë me herët që jam konë në Barcelonë, e kam pas njëjta mendimet, por në dyat kam pas sukses. Pra nëse ki këto mendime... Qysh e ke te kalu? Sepse kjo mund t'jetë një shembull për një fëmijë tjetër që është ndoshta në këtë situatë. Për mua, si shone e kam te kalu, është me po se si përshkojnë tese për mua. Këtë ndjenje më njëherë më kanë ikur se një hylloj, ose i kam blan këto mendime, si që kam pas jam të dalë shkëlqyshme në tesën e programimit. Pra s'ke mendu shumë për tese, çfarë do të ketë pyetje ose të tilla, po je fokusuar më shumë tek vetja. Si do të jetë rezultati jam. Se kam po rezultati jam që po shkëlqejon në test, atëherë kam pas shumë vetë besim në veti. Kjo është pra një motivim për ty. Çka mendon të vazhdosh tutje me angazhimin
profesional, çka mendon të bëhesh, ndoshta të vazhdosh me këto dy fusha apo do të ndrosh? Po besoj që kam vazhduar në këto dy fusha, në ashtë më shumë orientuar nga në programim. Po edhe gjithashtu në ideja e një bioteknolog, ende kam tu e mentu, edhe gjithashtu, po dytë janë opsionet e mira. Shumë mirë, shpresoj të kesh sukses kudo që vazhdon. Për fund zonja Merita, çka do të jetë e radhës, ndoshta si udhtim, si garë që fëmijët e Kosovës mund sjellin përsëri medalje për Kosovën. Po, tani jemi në përgatitje sipër për Olimpiadën Timo, është një olimpiadë matematikës, është me seli në Azerbajxhan edhe do të mbahet në Baku finalja në muajin maj. Tani jemi në përgatitjet përfundimtare, që do të vazhdojmë domethënë tutje me marrë pjesë në finale, por në këtë garë është raundi i dytë për fëmijët që do të ekziston edhe një mundësi për kualifikim që do të mbahet me datën 14 shkort. Diçka që du me plotësu të Adri, sa e kuptova unë të pjesa e ngutjes, ose e nxitimit, është fjala nxënësit të cilët janë shumë qetë, do me thonë e marrin testin me shumë gjaftotësi, edhe presin me analizu pyetjet që po i ofrohet e testi, atër këta fëmijë janë shumë më të suksesshëm në këto gara. Do me thonë, është ajo porosia e Adrit besoj ishte mos nxitoni në marrjen e do me thonë përgjigjeni shpejt. Të përgjigjeni shpejt, se ka ndodhur shumë shpesh që një nxënës ka qenë tepër i mirë, edhe prindri do me thonë është befastu pastaj me rezultatin që ai ka marrë në test, për shkak që ka nxitu, do me thonë ju ka dogë që pyetjet po i din krejt, edhe me një shpejtësi do me thonë shumë të shpejt ka vazhdu e ka përfundu testin edhe pastaj me rezultat nuk ka dalë mirë, kështu që edhe ne kisha pas këtë porosi që nxënësit të përgatiten, do me thonë edhe t'jen emocionalisht të qetë para testit që pastaj do me thonë të shkelqejnë dhe ta dhojnë maksimumin e tyre në këto gara. Është pra kjo ideja që të mos kesh shumë presionin e kohës kur plotson testin, sepse ndoshta kur e mendon që ke 60 minuta kohë, ke 100 pyetje, e ke atë presionin e kohës që s'mund t'i arrish. Kjo është edhe ideja, sepse normal një test ndërkombëtar ka edhe afatin kohor që është i kufizuar, mirë po, qysh e përmeni Adri për shembull fëmijët të cilët po marrin pjesë disa herë në gara, po e kalojnë edhe këtë sfidë, po e dinë saktësisht sa mujnë këta me përfundu, domethënë pyetjet që i ofrohen te testi, edhe po e krijojnë një provojë që pastaj po ju ndihmon shumë edhe të mësimet e rregullta, domethënë tash për Adrin ndoshta mësimi që bëhet shkollë është diçka e ka kthy në hobi, domethënë mësimin në shkollë, kështu që domethënë kjo përvojë ka ndihmuar shumë që ky të aftësohet edhe në këtë drejtim. Faleminderit. Për fund, Adri, çush ju pritën kur u kthyet në Kosovë me medaljet? Jam një pritur shumë mirë nga nxënësit të klasës time. Kur kam shkuar tek shkolla jem, ishin përgatitje jashtë dera dhe ma kanë uru fitoren. Gjithashtu kur hi në klasën tem, kishin përgatitur një tortë dhe gjithashtu kishin përgatitur një lloj parti për mua. Shumë ka lënë një presion të mirë për mua, edhe tani gjithashtu kam folur për përvojat e mira në Shtetet Bashkuara Amerikane. Gjithashtu edhe familja ma ka uru, shumë i saj familjes, edhe gjithashtu vetëm jam di shumë i mirë pritur. Pra shumë përgëzime gjithandej për juve. Faleminderit shumë për kohën dhe që ishit pjesë e podcastit ton këtu në. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky podcasti me Merita Liçkajn dhe Adri Vela, i cili pra ka fituar 2 medalje të arta në mesin e nxënësve nga Kosova që ishin në Olimpiadën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju vazhdoni të lexoni në europaelirë.org dhe dëgjohemi, shihemi të shtunën e radhës.